Po sikur t'ju thosha se rrugtimi i IVF-it është si një film i animuar, sot do të zbërthejmë çdo sekret të këtij rrugtimi, nga dita e parë deri te testi pozitiv. A e dini se mitra juaj mund të flasë dhe t'ju tregoj rrugën? HCG-ja nuk është thjesht një grafi, është harta që na tregon nëse tubat janë të hapur dhe gati. Imagjinoni një kamerë robot që bën check-in në shtëpinë e ardhshme të foshnjës. Me histeroskopin, ne sigurohemi që shtëpia është e pastër, pa asnjë pengesë apo inflamacion. Çdo grua është unike, prandaj edhe receta juaj është unike. Mjeku analizon çdo hormon për të krijuar protokolin që i përshtatet vetëm trupit tuaj. Injeksioni i parë nuk është thjesht ilaç, është fillimi i magjisë. Me këtë injeksion ne zgjojmë skuadrën e vezëve, duke i dhënë fillim fazës së stimulimit. Brenda vezoreve tuaja po rritet një kopsht me vezë të çmuara. Folikulat fillojnë të rriten. Brenda tyre, vezët po piqen dhe po bëhen gati për takimin e madh. Çdo milimetër rritje është një fitore e vogël. Ne i masim ato me saktësi kirurgjikale, kur arrin madhësinë e duhur dita e mbledhjes së afër. Nëse ndiheni të fryrë, mos u shqetësoni, është pesha e shpresës. Fryrja dhe lodhja janë dëshmitarët e punës së madhe që po bëjnë vezoret tuaja këto ditë. Ky është alarmi që vën në lëvizje gjithçka. Injeksioni trigger jepet në kohë fikse. Ai jep sinjalin final që vezët të shkëputen dhe të jenë gati. Nata e fundit para se të ndryshojë gjithçka. Nuk ka më injeksione, vetëm qetësi, ëndra dhe shumë shpresë për atë që na pret nesër. Procedura zgjat vetëm 15 minuta. Në një gjumë të lehtë ne mbledhim vezët që janë rritur me aq dashuri. Mirë se vini në vendin ku shkenca takon magjin. Vezët dërgohen menjëherë në laborator, ku embriologët tanë, kujdestarët e jetës, i presin me kujdes. Vetëm më i shpejti dhe më i forti do të zgjidhet. Në anën tjetër, sperma përzgjidhet me kujdes. Ne kërkojmë kampionin që do të bëjë ekipin perfekt. Donjëherë, dashuria ka nevojë për një ndihmë të vogël teknike. Përmes ECC, ne ndihmojmë spermën të hyjë direkt në vezë, duke garantuar mundësinë më të lartë të fertilizimit. Dita e parë e jetës. Embriologu na jep lajmin e madh. Vezët janë fertilizuar. Tani ato janë zyrtarisht embrione. Nga dy qeliza në një top të vogël energjie, embrioni rritet me shpejtësi. Deri në ditën e 5, ai bëhet një blastocist, gati për hapin e rëndësishëm. Le të shohim se çfarë fshihet brenda kodeve të jetës. Me PGTA ne marrim një kampion të vogël për të siguruar që embrioni ka numrin e duhur të kromozomeve. Ndërsa presim rezultatet e gjenetikës, ne duhet të jemi të duruar. Shkenca kërkon kohën e saj. Embrionet ngrihen përmes vitrifikimit. Kjo i mban ato të reja dhe të shëndetshme deri në ditën e transferit. Shtëpia po bëhet gati për mysafirin e nderit. Tani që rezultatet janë këtu, ne përgatisim mitrën me hormone që ajo të jetë sa më mikpritse. Gjithçka gati. Tani, gjithçka varet nga ai. A do të implantohet? Kjo është pyetja më e rëndësishme. Java më e gjatë në botë po vjen përsëri. Pritja dyjavore është më e vështirë. Na duhet durim dhe shumë dashuri. Dita e testit të gjakut. A u bë mrekullia? Shkojmë për testin e gjakut. Rezultati do të vendosë gjithçka. Gëzimi i parë. Kemi një test pozitiv. Testi pozitiv është një moment magjik. Ne festojmë këtë fitore të parë. IVF nuk është vetëm shkencë, është dashuri. Në fund, kjo mrekulli fillon dhe mbaron me dashuri. IVF është një udhëtim që nuk duhet ta bëni vetëm. Na ndiqni në doza ditore për më shumë mrekulli. Ndajeni këtë video me mikë të.